Po ashtu, prej gjërave që tregojnë vlerën e bashkëpunimit në vepra të mira, është se Allahu subhanahu wa taala i ndihmon atyre që bashkëpunojnë vepra të mira. Ne si musliman dhe si popull kemi nevojë për ndihmë në disa gjëra. Mirë po nëse ne nuk i ndihmojmë njëri tjetrit në këto gjëra, atëherë si presim për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala? Apo thua do të bëhemi sikur Benu Israilët, të cilët i thanë Musait alayhi salam, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidin. I thanë, shko o Musa, shko ti edhe Zoti yt, shko luftoni ata armiqtë tonë, ne do të rrim këtu. Allah subhanahu wa taala i dënoi edhe 40 vjet të cilën në përshkretije të humbur. A do të jemi edhe ne kështu që themi ja Rab na ndihmo, kurse ne s'jemi duke bërë asgjë që Allahu të na ndihmoj? Si ka mundësi që edhe pse Allah subhanahu wa taala ka fuqi ta bëjë një gjë të tillë, mirë po nëse ne nuk veprojmë në atë drejtim, atëherë as ndihma Allahut subhanahu wa taala nuk vjen. Thot pejgamberi alayhis salam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu do ta ndihmoj një rob përderisa ai i ndihmon vëllaut të tij. Po ashtu prej dobive të bashkëpunimit në vepra të mira është se Allahu subhanahu wa taala u lehtëson vështirësitë e ditës së gjykimit atyre të cilët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin në vepra të mira. Thot pejgamberi alayhis salam, men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Thot pejgamberi alayhis salam, kush ja largon një vështirësi, një besimtari, një vështirësi prej vështirësive të kësaj bote, Allahu subhanahu wa taala do t'ja largojë atij një vështirësi prej vështirësive të ditës së Kiametit. Dhe vështirësitë më të mëdha për muslimanin e sinqert janë vështirësitë në praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka vështirësi më të madhe për muslimanin e sinqert se sa vështirësia në praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka gjë më të rëndë për besimtarin e sinqert se sa kur në përkëmbet feja Allahut subhanahu wa taala apo nderi i muslimanëve të tjerë. Andaj kush ja lehtëson muslimanëve këtë vështirësi prej vështirësive të kësaj bote, Allahu subhanahu wa taala do t'ja lehtësoj vështirësitë e ditës së Kiametit. Prej shkaqeve, prej pasojave apo prej vlerave të bashkëpunimit në vepra të mira është fitimi i xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam, laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq. Thot e kam parë një njeri në xhenet duke u kënaqur me mirësitë e xhenetit për shkak të një druri të cilin e preu prej rruge, sepse ishte në mes të rrugës, u pengonte muslimanëve dhe ai shkoi dhe e preu për hir të Allahut subhanahu wa taala, e largoi prej rrugës së muslimanëve. Thot pejgamberi alayhis salam, e kam parë një njeri duke u kënaqur në xhenet për shkak të kësaj vepre të cilën ai e bëri. E çka mendon për ata që japin jetën dhe pasurinë e tyre për t'i larguar vështirësitë prej muslimanëve pra? A thua ata çfarë shpërblimi do të kenë kur një njeri i cili ja largon një pengesë të thjesht prej rrugës së muslimanëve shpërblehet me xhenet, e ai i cili e jep kohën e tij, mundin e tij, djersën e tij, po edhe gjakun dhe pasurinë e tij për t'ja larguar vështirësitë muslimanëve, padyshim se shpërblimi i tij nuk është tjetër pos xhenetit të Allahut subhanahu wa taala.